Bisedime dypartijake në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk sollën një zgjidhje, pasi presidenti Obama hodhi poshtë planin fiskal të propozuar nga republikanët, duke i akuzuar ata se po pengojnë arritjen e një zgjidhjeje, pas progresit që po bëhej pas planit të propozuar nga Senati. Shtëpia e Bardhë cilëson propozimin e republikanëve për ndryshimin e planit Obamacare si një përpjekje partijake për të kënaqur një grup të vogël të partisë. Zëdhënësja për shtyp Amy Brundage u shpreh se republikanët nuk arritën qëllimin që kërkonin dhe se një zgjidhje dypartijake do të ishte më e drejtë për amerikanët. Pritet që pas këtij hapi mbrapa Obama të takohet me Nancy Pelosin, lideren e demokratëve në dhomën e përfaqësuesve dhe lider të tjerë të dhomës së demokratëve, thuaj në një deklaratë të Shtëpisë së Bardhë. Presidenti po kërkon arritjen e një zgjidhjeje me demokratët pasi e cilësoi të njëanshëm propozimin e republikanëve, ndërsa Pelosi ka akuzuar republikanët për sabotazh të përpjekjeve dypartijake në Senat në gjetjen e një zgjidhjeje. Zëdhënësi i dhomës së republikanëve John Boehner u shpreh se dy partitë po mundohen të gjejnë një rrugë zgjidhje dhe që plani i dhomës së republikanëve po fokusohet në ndershmërinë për popullin amerikan në lidhje me planin Obamacare, duke u shprehur se republikanët janë akoma të pavendosur për veprimet e radhës. Ndërsa nga një sondazh i bërë nga Washington Post gjatë ditës së hënë në Amerikë, rezulton se 74% e amerikanëve janë të palumtur me vendimin e republikanëve, krahasuar me 53% atyre që nuk i miratojnë vendimet e Obamës.